Faleminderit që është ish me 35, me që po e votoni me 35 të digjur, në uroj që të votoni edhe 3 ligjet e tjera të stafit se që kërkojnë për 35 të votve. Faleminderit të referentarët të shëroj në raportet që nuk jemi ne e modelet e maturantës që kemi përvotuar për e këni që po e politizojnë, por jemi ju. Të kujtoj që po keni qënë drejtuese e Komisionit Pavarur të Eksimit, e keni lënë me shkrim që duhet mësuar emri nga një qena të sukses. Dhe pastaj kur hyn politik dhe u politizua,
se po diskutojnë këto, kujtoja kontributin që shqiptari kësaj zone stereotipe ka dhënë për kulturën dhe letërsinë shqipe. Komunitetet Bakisë vjen të respektuar dhe përfaqësuar pushtetin në cilin jetojnë, nuk i diskriminon në drejtim të mjeteve ekonomike dhe financiare që vënë në dispozicion për zhvillimin e zonave ku ata banojnë. Fondet e vëna në dispozicion gjatë 10 viteve të fundit nga buxheti i shtetit për këtë komunë për hyrje të popullsisë e rendisin nga para jo vetëm në qarkun e Korçës, por edhe në nivel vendit. Me këtë nuk ka them që banorët e kësaj komune jetojnë si barak, por që shteti ka trajtuar jo më pas se standardi që trajton popullsinë shqiptare. Kjo komunë ka sot një rrugë gjatë 30 kilometra, sapo përfunduar, që përshkon zonën në tërë gjatësinë e saj dhe lidh me Maqedoninë dhe qytetin e Korçës. Ka një lokalë moderne sipas standardeve të BE-s, e cila lidh me vendin e tij, sikur se është investuar dhe do të vazhdojë të investohet edhe në vitet e ardhshme, në rrjetin rrugor, kujtësia ka shkolla dhe objekte të tjera në shërbim të komunitetit të fshatit e kësaj zone. Në sistemin arsimor, shëndetësor, parku kombëtar Presës, janë punësuar përsi specialistë dhe ndihmues komunitetit, sikur se janë punësuar tatime, dokana, ndërmarrje të tjera ekonomike në Korçë. Komuniteti është përfaqësuar në prefekturë dhe institucionet e qarkut të Korçës. Duke votuar kundër lëshimit të emrit të komunës ka një qenë as pushtec, edhe një herë tregojmë që shqiptarët nuk kanë fobi, nuk kanë paragjykime dhe stereotipe të minoriteteve, dhe se jemi gati të ndërtojmë mura bashkëpunimi e tolerance me çdo që inspiron rrugën e integrimit Bashkimit Evropian. Dëshiroj të kujtoj vitin 2005 kur kryeministri Berisha ishte në opozitë, kur u njoftë pjesën e Pakisës Maqedona si komuna të lirë me emrin e saj tjetër, nuk mburoi të siguronte që do të bënte gjithçka të mundshme për ta vlerësuar. Po e përfundoj me fjalën e një intelektuali i bashkëshortuar si Marveshi Zori, i cili për rastin që diskutojmë sot për shpreh. Ky është një hap shumë i mirë dhe kuptohet se nga hapi i tillë të Republikës Shqipërisë dhe kryeministit Berisha duhet t'ju shërbejë edhe vendeve të rajonit për fillimin e raporteve të mira mes vendeve dhe komuniteteve. Faleminderit. Faleminderit zotit Spamu, ju lutem zonja zotërinë e deputet të zënë të ulët, zënë vendet. Faleminderit, që të kalojmë në votim. Kërkon 3/5 e votave. Duket se sot do i votojmë një faleminderit të 3/5. Votimin elektronik në parlament. Vazhdojmë votimin. Bëje që kompon. Vazhdojmë votimin. Vazhdojmë votimin. Konsensus. Që në 20 prom, sa punët, sa abstenishmë dhe miraton projektimin për ndaljen administrative territoriale të Kundësimit të Qeverisë Shtetërore. Zonja zotërinë e deputet, ju ftoj që të votojmë tre ligjet për marrjen e statusit. Ju krenoj se për pushtetin mund të votoni me 3/5, për 3/5 duhet edhe për tre ligjet që kërkon marrja e statusit të pushtetit. Nuk votoni, nuk lejojmë. Mirë, faleminderit, po mbyllet çështja e revotimit. Makedonci,